Një tërmet me magnitudë 2,7 goditi pranë bashkisë Konispol. Konispol, qarku i Vlorës. Shqipëri sot më 06 mars 2026 në orën 13:30 me orën lokale. Ose më 06 mars 2026 në orën 12:17 UTC. Siç është raportuar nga MSC në faqen e saj të internetit. Tërmeti është vendosur në një thellësi të cekët prej 15:0 nën sipërfaqe. Në koordinatat gjerësi gjeografike 39,675 dhe gjatësi 20,166. Magnituda e saktë. Epicendra dhe thellësia e tërmetit mund të rishikohen brenda orëve ose minutave të ardhshme ndërsa sismologët shqyrtojnë të dhënat dhe përsosin llogaritjet e tyre. Ose ndërsa agjencitë e tjera lëshojnë raportin e tyre. Qytetet ose qytetet pranë epicendrës përfshijnë Sarandë. Qarku i Vlorës, që ndodhet 26 ose rreth 16, 1 milje nga epicendra. Sarandë, qarku i Vlorës, Shqipëria Jugore, që ndodhet 26 ose rreth 16, 1 milje larg. Kerkyra, periferejake e noteta Kerkyras, Perieson, rreth 28-17, 3 milje larg. Delvinë, qarku i Vlorës, ndodhet 31 ose rreth 19, 2 milje larg. Masa e rekomanduar e veprimit është të jesh vigjilent për pasgoditjet e mundshme që mund të ndodhin. Le të lutemi që ky tërmet të mos ketë ndikim të madh te vëllezërit dhe motrat tona atje dhe të mos ketë më tërmete. Amen.